ajo Xhevdet Mustafës mund ta quajmë tani të zbardhur, sepse ka disa kështu elemente aty që mund të vazhdojnë të ketë variante dhe versione të ndryshme. Për çfarë për shembull? Për shembull, zoti Lima i tha që është bërë një skem kundër Kadrias Biut nga ekurani i saj, ministri i brendshëm i asaj kohe, dhe gjithçka ishte e habitshme sepse nuk ka të hedhur nga i shërbimi huaj njëri që të kalonte me tren do vinte, atë tha saktë ai. Me tren ai tha do vinte të vriste në Veroxhën, tha. Ai që vjen për të vrarë në Veroxhën nuk vinte me tren, tha. Kush ka ardhur me tren, fal? Xhevdet Mustafa. Erdhi me varg, pastaj me tren. Po, Xhevdet Mustafa, shikoj, duhet të flasim realisht. Xhevdet Mustafa ishte një antikomunist i bindur që donte të luftonte për përmbysjen e regjimit në Shqipëri. Të duhet t'i japim hakun atij. Dhe ai ishte gati të sakrifikonte edhe jetën e vet për ta arritur këtë qëllim. Po. Dhe ai shërbimi që e mbështeste, bëhet fjalë CIA, por bëhet fjalë edhe për shërbimit italiane. Po, edhe shërbimit italiane, që mbështesin, krijuan grupin, pse ta thashun ty pasaj që sigurimi ka vepruar jashtë. Dhe në këtë grup u përfshi dhe dikush që ishte pjesë e shërbimit dhe ishte dërguar me detyra jashtë. Ishte dërguar në Zelandën e Re. Dhe u kriju grupi dhe synimi ishte sepse ata edhe duke mos e njoh shumë situatën në Shqipëri mendonin që është kollaj me ardhmë me vra udhëhecin ose me bodike. E kupton? Dhe ata sigurimi e dinte unë në atë kohë kam qenë student, sa kisha shku në vit parë. Ishe student? Student. Dhe ne që ishim student e dishim që po pritet më ardhë një bandë. Qa thua? Po, edhe ne që ishim student e dinim. Që po po qarkullonin fjalë, dinte gjithmonë miletet që po pritet më ardhë një bandë sepse lëvizshin forcat në zonën e Durrësit, në zonën e Lushnjës, pra di zona. Pra, qa sekreti kishte këtu tash? S'kisha asnjë sekret. Jo, faktikisht dini ju si studenta. Po, si studenta, pas edhe mund ka bërë shumë përshtypje kjo. Më vonë jam njoh, i kam studiuar gjithë. I ke lexuar dosjen? Absolutisht gjitha dosjet i kam studiuar, në nivele studimore kam studiuar në këto paktën këto që kanë qenë arkiv të Ministrisë Brendshme kur unë vazhdoja. Dhe i kam studiuar dhe ata hapi parë, domethënë hapi parë ishte gabimi në zbritje. Vendi ishte llogarit në Durrës ku ai kishte pikën e kontaktit ose më saktë ishte edhe një në zonën e një hidrovor në zonën e Qerretit, ka qenë dikur aty dhe ishte dikush nga kontakti që mund të prisë, ata u çorin turn për jo busulla, jo kjo, jo ose mund të ishte sabotimi nga brenda dhe dulën në Divjak. Në Divjak dihet që vran shefin e policisë, i cili kishte dalë me detyrë, normalisht kishte dalë në Bregdeti, që nuk përbën asnjë gjë, domethënë. Tjetër gjë që edhe ai këto informacion që i dija unë si student duhet i dinte edhe ai. Po pra, kur dihet ti student i Iran, po ai atje. Po pra duhet i dinte dhe që aty gjithçka pastaj ata morën peng njërin, morën peng tjetrin, më të fortën një djalë nga fshati im, po. Alemet Kollosi, ai Munc martohej atë dite. Atë dite. Pse ditë diel ishte? Po siç duket, ditë diel duhet të qenë. Ditë diel duhet të qenë dhe merrte nusën nga ajo zonë atje. Dhe Xhevdeti kishte marrë peng një atë policin që e mori me vete etj dhe kur arriti që do dilën rrugë i doli këtij përpara me taksi. Taksin me nuse. Po ky djalë shumë i fuqishëm dhe edhe doli edhe siç ma shpjegon vet ky. Ka treguar ty? Po. Siç më thot, ky thot që e bllokoi taksin dhe tha më duhet taksia, jam oficer sigurimit sepse kanë vrarë Enver Hoxhën. Edhe tha në shtangëm tha mori taksin e ikur. Unë me nusën ngelan kam. Ua, sa e bukur kjo dhe. Paktën po fatmirësisht ai nuk rezistoi. Nuk bëri, po pse ç'e mund do thë? Mund ta kisha vrarë në vend. E kisha vrarë? Absolutisht po. Absolutisht po, mund ta kisha vrarë në vend. Atë edhe nusën ndoshta.
Po nëse mbase me gratë smere, mbase po të paktën këtë që rezistoi edhe mund ta kishte vrarë. Sigurisht që 2 metra djalë. Ky do të thonë nuk bëri as rezistent. Nuk i bëri sepse i tha që Po nuk se ishte me vellë aty. Po patjetër më taksia. Kishte marrë taksin. Po taksin më mori taksin e këtyre. Wow. E kupton. Pastaj ata i ditë, pastaj u organizu, shkoi uli, shkoi në mbeti ka ajo shtëpia, mënyrë se si organizuat atje, rrethimi etj, shkoi Blindi që do ta shunte me gjithë shtëpi. Pra u dogj ajo filmi aty dhe ai që ai eksponenti që ishi infiltruar, ai doli dëshmitar dhe mund të jetë edhe kjo, domethënë u përdor edhe si dëshmitar sepse siç thanë ata në atë kohë, unë këto nuk i kam të lexuar, po siç thanë që ai kërkoi të dorëzojë, kërkoi takim me Kadrias Biun, kështu fol, domethënë, nuk e di, unë paktën ato që i di, ato që them, po them kështu, dhe u akuzu pastaj, dhe u lirua dhe iku në punën e vet, pastaj masi moroi gjykimi, iku. Okej, do kemi ndërprerje publicitare, kthehemi sërish për çështjen e UÇK-s në krerët e saj janë në Hag. Publicitet. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistroheni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Faleminderit, kthehemi në studio. Faleminderit edhe një herë Institucioni Monetar MoneyGram Akinvest që mbështet emisionin e kalon këtu në Dritare TV me sloganin transfero shpejt, gjithmonë më shpejt kudo dhe kurdo. Zoti Shala, unë nuk kënaqem shumë me këto shpjegime dhe këto histori që janë pjesë e studimeve të tua. Por kemi një çështje tani kombëtare që është shumë e diskutueshme. Krerët më të rëndësishëm, më të lartë ushtrisë qëllimtare të Kosovës ndodhen në Hag. Është gjyqi më i pakuptimt dhe është një njollë e zezë edhe në historinë e Hagës dhe të historisë së drejtësisë ndërkombëtare. Unë e them shpesh që vetëm për 6 milion të vrarë nga nazizmi, që hebrej, dhe për 50 milionë të vrarë në të gjithë botën nga nazizmi, që shkaktoi luftën e dytë botërore, kishim vetëm 12 eksponent të nazist në gjyqin e Nurembergut. Populli kosovar që mbrojti trojt e veta nga ai genocid, ka atje 4-5, sepse ka qenë edhe një person përpara, krerët më të lartë të UÇK-s. Ndjekim foton e parë dhe dua një koment. Ja, kemi 4 drejtuesit e lartë të UÇK-s që më pas i qenë dhe politikanët e lartë, zoti Thaçi ka qenë president, kryeminist president, por edhe 3 funksionarët e tjerë, kryetari i kuvendit. Tani si ka mundësi, çfarë ndodh? Ju e përmendën pak që edhe institucionet e Organizatës së Kombeve Bashkuara kanë filluar të çdojnë, kanë ato problemet e tyre. Si ka mundësi që këta që mbrojtën popullin janë sot atje dhe ata që e bën ata nga mënyra se si u fillua dhe se si përfundoi është një tragjedi e vërtet. Gjykata e Hagës, ka quhet gjykata e Hagës o gjykata e Kosovës? Është gjykata e Kosovës. Është në rasti gjykata e Kosovës? Po, është ngrit me ligj nga Parlamenti i Kosovës. Në Parlamentit. Është gjykata e Kosovës, por gjykon në Hagë. Për vendodhje. Gjykimi atje janë ndërkombëtar, nuk janë kosovar. Është gjykata që vepron në bazë legjislacionit të Kosovës. Po. Dhe ka personel ndërkombëtar. Dhe kjo është e keqja pastaj. Çfarë ndodhi? Është rasti në të drejtën ndërkombëtare, po. Është rasti i vetëm, nuk ka rast të dytë kur një gjykat ngrihet nga një shtet dhe operon një shtet tjetër. Operon në një shtet tjetër. Por nuk ka rast tjetër. Nuk është gjykatë ndërkombëtare. Është gjykatë shqiptare me legjislacion. Gjykatë shqiptare nuk është ajo se ata janë. Është gjykatë shqiptare. Asnjë nuk është shqiptar atje. Nuk ka, është me personel ndërkombëtar. Po. Gjykata vepron në bazë të ligjeve të Kosovës. Po.
Pra ne po them unë ty sepse është një akt themelimi në Kosovë. Dhe pra ne po them unë ty që në atë kohë vetmi që e kundërshtoi këtë ka qenë Albin Kurti, që mos e krijoni. Do të dëni vetë. Ja u tha këtë. Unë kam 100 rezerva tjera për pas, por udhëheqja UÇK-s, normalisht ish udhëheqja UÇK-s, tashmë ishin gjithë shtetarë. Po, ish udhëheqja. Dhe Mërkuri Hashim Thaqin kanë luftuar shumë për ngritjen e kësaj gjykate me konsulencë ndërkombëtare. Dhe në atë kohë u arrit, unë kam gjek situatën shumë edhe në atë kohë. Ashtu dhe u arrit, synimi këmbgulja amerikane më saktë. Ishte që ju du të ngreni se s'bën se është më mirë të ngrihet nga institucionet e Kosovës, sepse të ngrihet me rezolut Këshillit të Sigurimit. Sepse kishte rrezik të ngrihet me rezolut Këshillit të Sigurimit. Çfarë do thoshte kjo? Kjo atëherë do ishte pak a shumë si këto gjykatat e Nurembergu, si këto gjykatat e tjera që ndërkombëtare me status, si gjykata penale për krimin në Jugosllavi. Po? Që është posaçërisht. Po, për gjykatat e posaçme. Dhe ajo do jetë ishte më keqe? Shumë më keqe. Po pse më keqe? Ajo do dënonte ata agresorin, jo viktimin. Shqiptarët u mashtruan. Udhëheqja u mashrua. Ishte udhëheqja UÇK-s u mashrua. Duke patur besim të madh edhe tek amerikanë, po edhe besim të madh tek faktori ndërkombëtar, dhe synimi në fillim ishte që kjo gjykatë do të ishte e paanshme. Por në momentin që u krijua me ligj, pra dhe filloi vrimtarin, këtu fillon gjithë problemi. Dhe menjëherë kjo gjykatë u infiltrua nga inteligjenca ruse dhe inteligjenca serbe. Prit tani. Se kjo nuk mund të kaloj kështu me një fjali. Ma shpjego këtë, si gjykata që ka arrestuar dhe ka në proces krerë të UÇK-s është në ndikimin e inteligjencës ruse dhe serbe. Absolutisht nuk diskutohet fare. Nuk diskutohet, domethënë. Si filloi objekti punës kësaj gjykate? Domethënë, nuk që nga gjykata e Kosovës, as ndërkombëtare, që nga gjykatë ruse. Në thelb është serbe. Kjo është gjykatë serbe. Në thelb edhe kështu do dalë. Ja më se do dalin vendimet, do dalin provat. Se si përshkon vendimet? Sido që tjetë vendimi, 3 qerek të dënimit këtyre janë me prova serbe, të inteligjencës serbe. Pra, prokurori serb për krime lufte, Vukčević, me sa mbaj menun e ka, prokurori serb për krime lufte, i ka vënë në dispozicion gjyqtarëve, prokurorëve të kësaj gjykate, i ka vënë në dispozicion të gjithë materialet për dënimin e këtyre. Bile, a dise pa ta konstatu në fillim unë të Landi, unë kam shkujt shumë në atë kohë dhe para të edhe pa e që u qujt Shtëpia Verdë. Po, në matë. Po të gjesh gjenë artikullin tim dhe ishe një kombinacion perfekt i inteligjencës ruse me inteligjencën serbe për ta detyruar perëndimin, pra nëpërmjet Dikmartit që e përdorën dhe në fund deshën ta vrisnin. E diti që shërbimi inteligjencë serb deshi ta vrisë Dikmartin? Martin? Po, u zbulu komploti. Inteligjenca zviceriane zbuloi komplotin dhe i goditi ata. Dhe çfarë donin ta vrisnin Dikmartin dhe fajti ngjelej Hashim Thaqit dhe këtyre. Po, për shpinë e verë. Jo për shpinë e verë, për gjykatën sepse tash një gjykatë ngrihet me objekt për rastin për një rast, pra ka patur krimi lufte, ka patur janë bërë operacione trafik organesh dhe në fund asnjë nga ato nuk përmendet në akuza. Dhe çfarë ndodh? Në momentin që këta prokurorë që u punësuan aty, ka një sër prokurorë, është gjyqtarë, është gjitha, ku do t'i gjenin faktet kur s'kishin? Të tërë ranë kontakt me inteligjencën serbe. Dhe kjo është e provuar. Këta që kanë deklaruar në gjyq, një pjesë këtyre që janë thërrit. Amerika që ndikoi në Amerika ndikoi deri këtu. Ku është? Amerika ndikoi deri iku Amerika. Si na la? Na tradhtoi? Po, jo na tradhtoi ne. Po çfarë bëri? Në rastin e gjykatës u ngrit gjykata, synimi ishte që gjykata Po pastaj gjykata të vazhdonte dhe një prokuror amerikan që ishte, që për të mos dështuar vetë, ai prokurori që donte të fusën në burg edhe presidentin Trump. Pritë Jack, se s'po më vjen tani. Ai prokurori amerikan. Të tërë provat i kanë marrë nga inteligjenca serbe. Të tërë. I kanë prova, dëshmitarët, përgjimet, të gjitha janë marrë nga dëshmitarët janë përcaktuar që duhet të rrisnin filan. Shikoj, inteligjenca serbe ka vepruar edhe në Kosovë shumë. Dhe gjithçka ndodhi dhe kjo në farë mënyre
keq ta bënin këtë gjykatë dhe keq mos të bënin. Por këtu në fillim këta duhet ta kuptoshin qartë. Duhet të veshin kufizimet e duhura edhe në një moment caktuar këta mund ta zhbënin gjykatën. Mblidhej Parlamenti i Kosovës dhe e zhbënte gjykatën. Po këtë thonë, a mund të hidhet po shkylish? Absolutisht po. Po sepse kush ta bënin? Po tani Albin Kurti e ka dorë. Gjysma i donin burg këta. Edhe kanë shokët e vet. Mirë kjo. Ndryshe, mirë Albin Kurti sot, se zgjidhja kjo është, mbledhi Parlamentin edhe ta zhbëj atë ligj. Nuk e bëjnë sepse do ketë reagim ndërkombëtar. Prit mos e po ai marrëdhëniet me Amerikën i ka cop. Mos e gjykoni, do të shohim vendimet e drejtësisë. Kështu do thonë ata. Tani një pyetje kam unë, si e parashikon ti gjyqin, vendimin e gjyqit dhe përpara kësaj dëshmia e James Rubin, ç'është ndikimi do ketë? Unë po të them që dëshmia e James Rubinit është thelbësore. Është thelbësore sepse ajo rrëzon dy gjëra. Po? Rrëzon e para që kjo kupol ishte ushtria qërimtare e Kosovës ishte si t'ishe një ushtri si që pretendojnë në gjykim që ishe një ushtri që mund t'kishe 20 vjetë eksperiencë, që kishe gazerma, që kishe gjithë, pra ishe një ushtri që kishe zingjirë komandimi perfekt, gjë që nuk ishe vërtet. Këte dëshmoj edhe para, edhe dyta që duke dëshmuar këte, dhe dyta që kjo ishe një organizatë kriminale. Këto të dyja në dëshminë e tij ranë. Jo dhe poshtë gjitha. Çfarë, ai përdorin aty dolën po ta kesh parasysh sepse me një rast nga këto un kam qenë edhe protagonist. Ai tha që CIA në atë kohë mori detyrë që duhet verifikonte që kjo UÇK-ja, sepse e diti që Shtetet Bashkuara ta marrin në fillim UÇK-n terrorist, sepse Serbia pa të punu shumë. Serbia punojnë ata, nuk lodhen. Ata punojnë pa pushim. Ne merrem me njëri tjetrin. Dhe CIA u investua për të verifikuar pretendimet serbe dhe në shërbim tjetër që i mershin nga serbet. Nëse kjo strukturë është e lidhur me trafikun e drogës, nëse kjo strukturë sidomos ka financim nga iranianët, nëse kjo strukturë ka infiltrime nga islamikët. Po? Të paktën edhe raporti kësaj me LDK-n, në kohë me Ibrahim Rugovën. Nuk rezultoi. Një autoritet shumë i lartë i CIA-s, kur them shumë i lartë, ishe në nivelin e Euroazis, vjen merr kontakt edhe në shërbimin sekret shqiptar. Në vitin diçka 98, nuk më kujtohet më shumë, po di që ka qenë ftoft, ka qenë dimër. Unë në atë kohë isha shef në drejtor në Elbasan dhe për shkak të origjinës time unë kisha kontakte me këtë strukturë që ishe krijuar me UÇK-n. Po? Kisha disa kontakte të mia. Dhe synimi im në atë kohë ishte dhe vetë shqiptari i Kosovës. Synimi im ishte në atë kohë që unë të furnizoja shërbimin me informacion të dorës parë në mënyrë që edhe më mend kam folë edhe me shefat kryesorë aty që oso do kur po iku edhe ky rast dhe nuk e mbështetem Kosovën, unë kisha parasysh eksperiencën e sigurimit që e stërviti dhe nuk veprua as i ditë. E thash, oso do kur ne do të bëjmë çmos që ta mbështesim sepse do përsekutohen, do bëjnë atë që kanë bërë, që dinë bëjnë më mirë serbët. Kur erdhi ky autoriteti shumë i lartë në shërbim, është njoh me këto. Ndërmjet tjera dhe ai kërkoi takim me mua direkt. Po, personalisht du të takoj nën kolonel isha në të kohë, Shalen. Edhe më vjen ndjeni mua. Thash, me thonë drejtën, që pun ka me mua, thash valla. Edhe në 98-ën ka. Në 98-ën duhet jetë ta them unë kohën. Do ketë 20 minuta takim, cila është tema? 1, 2, 3. Këto që Rubio i nxorri në James Rubin i nxorri në dëshminë e tij. Në dëshminë e tij në Hag. Pra, çka ka verifikuar CIA. Erdha i burri botës,
Gjithaj shoqëroheshin një 4-5 nga ato forestratat që i fillonin këtu e marronin 8 metra. Si që kanë Amerikanë gjë kështu të madhe. Dhe erdhe dhe hyshin këto zyrat tona që aty zënë me zëri i fjatë. Zyrë kishim në atë kohë shpinë e Shëfshet Vërlacit. Wow. Më vonë në Elbasan. Shpinë e Shëfshet Vërlacit. Po, i shpinë që ishe ju kthy pastaj. Se ai ka pasur të thuar kala shtet brenda shtetit. Jo në kala, ishe shtëpia pionerëve që i thoshin dikur. Jo, kala domethënë kishte bërë një murr rrethuese. Ai ishte shtet brenda shtetit. Dhe u hapën sy gjithë sepse ishte mund ngjit me kafën me kineman. Nëse u bën këto biseda. Unë kam dhënë dëshminë time, jam intervistuar. Jam intervistuar. Çfarë mendimi ke për këtë? Çfarë mendimi ke për gjitha këto çështje? Të pyeti konkretisht për raporte për drogën për këto? Për gjitha. Dhe si ishte përgjigjja juaj? Po përgjigjja ishte që këto janë shpifje serbe gjitha. Bravo. Janë të gjitha serbe. Dhe ku erdhi puna për infiltrimet edhe nga islamike dhe nga këto, kjo i intereson atyre. Bile më meni kam thënë një shprehje kështu. Nëse ju nuk do ta mbështetni edhe këtë herë, nuk është ne çudi që të vinë edhe islamikët ta mbështesin. Me të thënë drejtën, dësha më fut pak frikën. Dhe këtë shprehje kam përdor. Nuk po them tjetër se vum edhe një bast me atë bile. Edhe unë fola. Kush e fitoi? Edhe basti kush e fitoi? Asjani. Dhe unë do në një farë mënyre ke dhënë ti dëshmi për CIA. I thash, po CIA po aty ishin gjithë shërbimi, elita ishin disa profesues të shërbimit sekret shqiptar. Ishin zyrtare, se unë jo me CIA, po mas më s'marr kontakt nëse nuk më lejon pozicioni zyrtar. Patjetër. Ashtu, dhe aty unë thash, do flas për gjë, thash unë, do flas unë jam vetëm origjinë kosovar tash dhe unë do flas si kosovar tash, nuk do flas më si shef i shërbimit, me çliruj çik edhe këta nga kjo ndjenja edhe ata një skuqe, një zverdhe, hyna drejt, bam. Dhe kam përdor një shprehje e tillë, Landi se përdor për herë të parë. I thash se tha, po ja, tha ne në fund. Ja ne do t'i shohim këto gjëra, po nuk është se kemi në dorë ne. Ju si keni në dorë, ju kur doni për 24 orë zoni qeveri, kam thonë, shprehimi është kështu. Ai u çun kam pastaj ka bëj kështu dhe tha çka djali sinqert. Atëherë u shkriva dhe dhe këto më pas çanolli pas nuk e di sa ka zgjat. Duket ata i kopsitën, unë mund të isha njëri nga intervistuar, mund të ishin, nuk e di sa, po unë pak të isha nga kryesorët që kisha informuar shërbimin tonë që shikon ne duhet të merremi me këtë çështje dhe linjat funksionojnë kështu, sepse nuk e dishin sakt mënyrën, sepse shumë hiqeshin shumë çka. Po bëjmë pyetje, nëse të thrasit ty si dëshmitar në Hag, do të dëshmoje? Çfarë do dëshmoje? Patjetër do të dëshmoje. Unë kam shumë për të dëshmuar, po vëmëtaria në atë kohë jo të gjitha se mund të kthesh edhe i akuzuar, jo vetëm dëshmim. E kupton? Fesh akuzuar. Ne kemi akuzuar ti për mbrojtur popullin e Kosovës. Ne pikërisht. Ti ishe i Kosovës. Unë kam thënë që do mbroj fisin tim, mbroj familjen time, mbroj gjitha. Ti do doje të dëshmoje? Ti thoshe këto të gjitha? Absolutisht që po të mi kërkoshin do t'i thoja. Se Fatos Klosi do jetë dëshmitari, i avokat, po do jetë dëshmitar. Po normal, edhe nuk është ne çudi që Fatos Klosi ta dëshmojë këtë, që po jo, ka thënë vetë edhe këtu në këtë studio, në këtë e ka thënë që do në këtë televizion e ka thënë. Din edhe shumë se sigurisht ka ishte shefi i shërbimit. Po jo, po flas që dhe si rollën ngjarjet Amerika përfundimisht krijoi idenë e saktë çfarë ashtu që këja. Dhe nuk ka zgjatur, nuk e di sa kohë ka zgjatur, por u bë një takim një nga ato në kohë që u quajt Richard Holbrooke, po. Ai që shkoi atje. Vajti në Lunik. Po. Dhe bëri një takim. Aty pas u përmbys. Kaq ishte filmi. Kaq ishte. Foto tjetër? Nëna është im thaqit, shikar sa ç'a bluzë e bukur. Gjithë krerët e UÇK-s që janë Hag. Ç'a simbolike. Po, kjo vujtin në kohë të luftës edhe po vunë edhe në kohë të demokracisë, domethënë. Dhe kjo është vujtja më e madhe është tash, jo atëherë. Se atëherë kjo ka qenë e qartë se çfarë rrugë ka filluar Hashimi, por që mund të jepte edhe jetën, po të bësh gjithë ato sakrifica dhe në fund të përfundosh si i akuzuar, kjo është pastaj më bën përshtypje edhe Shqiponja, po thuaj se gjysmë e Shqiponjës është koka e Skënderbeu. Po, është tjetër kompozim.
Tani, kjo është faqja e parë e gazetës Koha Jon, 25 mars, 24 mars ishte sulmi i NATO-s mbi Serbinë. 100 raketa mbi Serbinë. Po, atëherë që ne habitshëm, domethënë më men atë në shërbim, nuk bën një mbledhje urgjente, do filloj sulmi sonte kështu. E dilin përpara ju apo? Po, na u tha. Përpara. Na u tha që. Çfarë datë? Na u tha që do filloj sulmi mbi Serbinë. Po jo, sa ditë para kanë fjalë. Po, nuk diskutojmë me orë. Ose me minuta. Nuk diskutohet sepse edhe ne do... Po këta ndjenim ne me orë ne gazetarët dinim. Jo, nuk kam pse, unë po them çfarë di në të vërtetë. Zyrtare. Dhe unë atko rria në Elbasan dhe çdo natë në darkë, ne shifshim nga balkoni avionet që kalonin. Avionet ishin nga Italia? Nga Italia ose këtej nga Kreta, nga diku këtej, po avionet bombardues, kupton, avionet bombardues. Çdo natë ishte ora se bombardimet kanë vazhduar 78 ditë. 78 ditë, po. 78 ditë. Dhe çdo darkë dhe vetëm natën. Dhe vetëm natën dhe rezultatet ishin ato që ishin, që e detyruan atë të gjynjëzojë. Ke shkrim. Mosh, shiko, ata e shtrin, po edhe ata ishin përgatitur për atë ditë. Dhe ishin përgatitur atë? Ishin përgatitur dhe ata nuk i tremi, domethënë, bombardimi luajti rol të rëndësishëm. Është ajo që quhet goditja e qendrës së rëndesës këtyre objektet kryesore, vendimarrëse e tjera, televizionit. Se televizion shtetëror. Po, edhe në Kosovë, edhe në Beograd. Dhe ajo luajti ideja pastaj, sepse shtatet askush se kishte llogaritë që mund të vazhdonin në fushatë 78 ditë. Po, e gjatë. Shumë e gjatë është. Dhe u hodhën në tavolinë planet për ndërhyrje toksore. Në fakt një vend quhet i çliruar ose i pushtuar kur hyn këmbë ushtarë. Vetëm me bombardime, kaq. Dhe kjo, dhe mbasi ata u bindën që do të shkojë këtu dhe që edhe një presion pastaj që i lanë në baltë edhe rusët, i thanë fund që ne dhe këtu e patëm. Dhe Rusia ishte cëpcëm. Po, ishte edhe aty desh të pushtoj aeroportin e Prishtinës. Me atë gjendje? Në atë gjendje. Foto tjetër? Dhe më është dash mu për ta vazhduar, unë në atë kohë erdha nga drejtori i shërbimit informativ të Elbasanit, erdha drejtori i policisë kriminale në qershor. Dhe pas jo më shumë se sa një 2-3 javë, Kosova ishte çliruar, unë kisha ëndër të shkoja një herë në Kosovë. Ku shkove? Dhe unë vajtën e parë në Kosovë kam bërë si autoritet zyrtar. Dhe më thanë, unë si drejtori i policisë kriminale, mora gjithë shefat e sektorëve, që kishim rreth 7-8 shefa sektorësh, një ekip i madh e do të bashkëpunonin me ata për luftën kundër krimit. Dhe kur kemi shkuar atje, do të ketë qenë nga Korriku ose nga Gushti. 99 gjithmonë. 99. Do të thoni bie pak pas çlirimit, qershor, 10 qershor u çliruar. Po, nga 25 qershor kanë filluar drejtor krimesh dhe ka qenë ose në Korriku ose në Gusht. Dhe më men kur ulshim në tavolinë e bisedimeve, unë kisha ekipin tim, këtu ishe një rus, një anglez, një amerikan, një gjerman, një greq. Rusët pastaj e panë shpanë mas disa muajsh, sepse është investimi i madh mash, sepse secili vend duhet ta mante me buxhetin e vet ushtrin që kishte atje. Edhe rusët me pas u tërhoqen pastaj. U tërhoqen sepse shkohen po Dujev në votën e parë? Jo, atëherë nuk kam shkuar më vonë. Ke shkuar, te rrejët atje? Ke shkuar? Po, kam shkuar. I ke gjetur shtëpitë të gjitha? Po, shtëpitë ishin rrafshuar, mulliri ishte rrafshuar, po zonë alpine, ajo zona ku ishte, zonë shumë e bukur. Kam shkuar, me thënë drejtë, kam shkuar në dimër dhe ishte bora deri në brez. Foto tjetër? Tani, koha e qëndrimit të kryeministrave të Kosovës në detyrë. Ashim tha që është më shumë, po ja merr Albin Kurti. Si e vlerësoni qeverinë e Kurtit, se e para qeveri që është kundër Amerikës, që ka prish marrëdhënie me Amerikën? Unë nuk them që qeveria e Kurtit ka synim me prish marrëdhënie me Amerikën. Po jo, ai i prishi. Nuk është se i ka prish, ne na interesojnë shumë marrëdhëniet e Kosovës me Amerikën, qeveritë vjen e vinë. Qeveritë vjen e vinë. Po Kosova s'ka prishur, s'ka prishur marrëdhëniet e vetëm. Bëhet fjalë për popullin e Kosovës dhe shtetin e Kosovës. Shiko, duhet të jemi në analizë objektive, puna që ka bërë qeveria Kurti për vendosin e rendit të sigurisë
në Kosovë dhe në pjesën veriore është e pa konceptueshme. Landi, do ta themi realitetin ashtu siç është e pa konceptueshme. Deri para se të vinte Kurti, nuk kaloje dot një forcë policore, nuk shkonte dot andej. Mitrovic. Dhe vendkalimin kufitar ata i pushtoshin sa herë doshin. Dhe është sot policia kontrollon gjithçka. Po mirë kontrollon, po ti ke prishur edhe me Kosovën në Xhavit. Dora. Kjo ishte një problem i madh sepse edhe amerikanët dhe europianët donin që kjo të zgjidhej nëpërmjet bisedimeve. Nëse do liej të zgjidhej kjo punë me bisedime, do të ishte çik një garancia e Kosovës ishte Amerika. Po pra po. Me Amerikën ai ka shkatruar marrëdhëniet. Tani si? Nuk i ka shkatruar marrëdhëniet. Ja, i ka prish marrëdhëniet ai. Jo. Zoti Shtala. Tani këtu të kundërshtoj unë. Ai ishte i pari politikan. Unë nuk jam fare dakord me mënyrën se si po e menaxhon këtë situatë raportet ai. Nuk jam fare dakord. Po jo atë tjetër. Në raport me sigurinë, po flas me raport me sigurinë. Po me sigurinë, tani. Ti e di që u bë një anketim, nuk e ka bë Kosova, ka bë Gallupi. Po. Por domethënë që janë anketuar qytetarët e gjithë vendeve dhe Kosova dilte me mira për sigurinë në Europë dhe e treta në botë. E treta në botë një për sigurinë. Po vjen që ka këto probleme. Po. Se kjo, shiko, siguria është edhe perceptim. Është edhe perceptim. E kupton, e percepton kështu dhe qytetarët atje perceptojnë veten sigurt. Okej, foto tjetër. Ismail Kadare, UÇK-ja është dalëzotse e kombit. UÇK-ja u shfaq si shpëtimtare e kombit shqiptar. Me rolin e saj kolosal historik, UÇK-ja bën pjesë në historinë morale të kombit shqiptar. Thënie Lapidar. E pa diskutueshme. Kosova, UÇK-ja, pa UÇK-n Kosova do nuk do ishte kjo që është. Ata pse nuk ndryhim neve tha në Siri tha. Opozita ish opozita, do të thotë s'ka më tani asgjë atje. Profesionist opozitës tha han Korosan tha në hotelet e Parisit tha. Ndërsa shqiptar tha erdhën tha nga gjithë anët e botës në Amerikë dhe luftuan tha. Dhe ne prandaj mbështetëm tha. Dhe prandaj se fitojnë ata. Po ne duke në Katar duke. Po UÇK-ja sot tjetë bankën e të akuzuarve? Kjo është fatkeqësi e madhe, Landi, dhe sido që të veja i vendim gjykate, unë besoj që Rrezik Hashimi t'i ngeli në fund ajo nuk du të bëj atë, mund t'i ngelet në fund ajo pse ka komunikuar me dëshmitarët. I kanë bërë një akuzë. Do dënohen e parashikon? Me kështu si po shkojmë provat, domethënë provat është një përmbysje e madhe. Është një përmbysje e madhe. Shiko, pora kjo që dëshmitë kryesore po rrëzojnë, pora që UÇK-ja ishte hierarkike klasike, po? Pra zinxhiri komandues funksiononte në rregull, që s'është e vërtet, sepse Hashimi nuk ishte pse ikte nga Rambujeja, vinte në Shqipëri, mali dilte më tanë të konsultohej me komandantët vendor dhe të shkonte prapë të firmoste. Po ti ishe vendoste vetë, të është kështu si e them unë edhe u kry puna. Foto tjetër? Shikoj. Kjo është e pike. Kjo është e pike. Tani, a ka provë më të fortë se sa kjo, se çka ka ndodhur? A ka provë kjo? Kjo është një nga miliona prova. Me këtë duhet merresh gjykata dhe kur është ndërtuar gjykata është ndërtuar për gjetë edhe këtë kush është në krye turmës. Po. Pavarësisht se mund të ketë drejtuar turmën, me gjetë edhe këtë kush është, me gjetë edhe ata që rrinë atje më qef nëpër dritarë atje dhe që kërcënojnë njerëzit, kjo gjykatë ishte bërë për krime lufte në Kosovë. Po. Ora, ç'a bën ata? Se punun ata matan, punun shumë dhe i thanë nga 98-a, dhe domethënë e kufizuan në një periudhë veprimtarinë e gjykatës në periudhë 2 vjeçare. Po? Jo më herët, se UÇK-ja ka datuar më herët. Po. Pra, synimi ishte që ata të dëmtoheshin sa më pak dhe në qendër të vijë shiko Landi. Vučići ka qenë ministër i propagandës i Miloševićit. Po. Ka qenë Goebbelsi i Miloševićit. Si që Goebbelsi për Hitlerin, ka qenë dhe me atë që ka bëu ai dhe marr deklaratat e gjitha dhe ai mund të ishte i akuzuar nga kjo gjykatë. Po jo është Imthaçi.
Ore, le ta akuzoshin hashimin ata se s'kan çaj boshin, nuk kanë çaj bëjnë më, po kështu si u bë vetëm me hashimin edhe vetëm me këta dhe asnjë nga pala tjetër, kjo nuk ka sens ku të ri. Dhe për ne duhesh marrë një vendim për ta zhbërë atë. Besoj ne nuk kemi foto tjetër. Po mbëshin e rigjes kemi foto tjetër. Tani, për ta mbyllur këtë bisedë shumë interesante, kishte përpjekje Trump për ta mbyllur luftën në Ukrainë, po s'arrit dot. Trump tha do ta mbyll për 24 orë. Por që gjithë dishim që ajo fjala e Trumpit është për konsum elektoral. Se nuk edhe me pas në dorë butonat, nuk e myll dot sepse do shkruan, do bën ca marrëveshje, do nënshkruan çka i kalon 24 orëshin. Sigurisht që marr gjitha vendimet. Kështu që Trump ndoqi një stil. Trumpi ka vepruar si një gjeopolitikan i shekullit 19. Domethënë që në momentin që ai filloi do marrim Groenlandën, do marrim Panaman, do marrim këtu, ai dha oksigjen. I dha oksigjen, morën oksigjen këta liderët e egër, që nga Putini, që nga Xipingu, gjitha morën oksigjen këta. Domethënë këta e panë që rendi botëror shtymin e fundit po ja jep Trumpi. Ati rendi që kishin qenë Amerikën, duke menduar që do bëhet një rend tjetër, po do ketë po Amerikën, po nuk të lejnë më ata. Dhe çfarë? Trumpi u përpoq të mande një pozicion e një albitri dhe me mënyrën e vet të komunikimit ai kështu veproi. Domethënë që i tha sus Ukrainës, edhe Rusisë e joshi Putinin disa herë, i ka dhënë disa herë shanse Putinit, ke parasysh lefdatat, se s'du t'i përmend këtu. Pra që Putini të ulin në tavolinën e bisedimit dhe të mbylli kjo, sepse Amerika do ta mbylli shpejt, se nuk e ka hallin ke Rusia, Amerika. Me Rusinë të le të merret Evropa, Amerika ka hallin te Kina, e ka hallin në zonën e Indo-Paqësorit. Atje është problemi, atje është jugu global. Jo, sa do zgjas lufta në Ukrainë, zoti Shalë? Lufta në Ukrainë mund të përfundojë vetëm këtë mënyrë. Si? Nuk është kollajt ta kthesh, domethënë tashmë që ai Putini orientoi gjithë industrinë në industri ushtarake, ai nuk do synoj, bila ai mund të synoj që të hapi një konflikt tjetër para se të mbyllet lufta në Ukrainë. Kur ta sigurojë edhe punën e Ukrainës, do synoj të hapi një konflikt tjetër sepse gjithë këta ushtarë që janë rekrutuar, gjithë ata ajo industri që punon për luftën, nesër ngelin gjithë pa punën dhe përmysin Putinin. Kështu që ai duhet një luftë tjetër dhe ai po bëhet gati për këtë punë. Por nëse do ta bësh kjo punë bëhet vetëm kështu. Ajo Trumpi është mjeshtër që i njeh aspektet ekonomike. Duke qenë nga bota biznesit i njeh këto. Vetëm një unison, një politike përbashkët e Shtetit Bashkuara dhe Europës, duke vendosur sanksione jo vetëm ndaj Rusisë. Rusia është imune gati ndaj sanksionet. Ndaj vendeve të dyta dhe të treta, aktorëve të tjerë shtetëror dhe jo shtetëror që furnizohen nga Rusia. Veni sanksione Kinës, që mos marrim karburant, veni sanksione Indisë, që mos marrim në momentin që se këto janë indirekt financuesit e luftës. Sepse ata i marrin miliarda. Po po skuptova atë që avion dronët rusë kaluan hapësirën ajrore të disa shteteve evropiane në kufi dhe s'ndodhi asgjë. Është shumë normale që Europën çështja e dronëve e zuri të papërgatitur. Bile që ta dishti aty hyn 19, Urzun 4, po kanë qenë nis 92 për të hyrë. 92 dronë dhe këtë ka deklaruar Zelenski. Kanë qenë nis sot 92 dronë për të kaluar në Poloni dhe kaluan 19 pjesën tjetër e Urzum thot. Nuk arritëm do t'i rrëzojmë gjithë. Po kjo është sulm. Po sulm, ata nuk ishin të armatosur si dronë. Më mirë ai ishte agresion. Ajo ishte, shiko, për mua e luti një rol pozitiv. Pse? E zgjoj. Testoj dhe e zgjoj, i tha këtyre që si jeni kërkun dhe menjëherë mas kësaj Europa punditësh ka marrë masat jashtëzakonshme. E para filloi atë masat kanë qenë në 3 nivele. E para në aspektin e legjislacionit ndërkombëtar dhe sigurisë ndërkombëtare, Estonia kërkoi mbledhjen e Këshillit të Sigurimit dhe pa debat madh dhe u akuzua Rusia sidomos për avionet në Estoni, por edhe për këto të Polonisë. E dyta ishte në kuadrin e mbrojtjes kolektive, pra u kërkua mbledhja e aleancës për konsultim bazuar në nenin 4 të asaj, dhe aty ju bë qartë Rusisë që përveç nenit 4, nëse përsërisin duhet të aktivizojnë nenin 5, që neni 5 është gjithë blok kundër asaj. Dhe e treta që është nga më kryesorët, filloi operacioni Roja Lindore. Operacioni në thelb Roja Lindore
është modeli një operacioni që këta patën bo më përpara me rojën e Balltikut, kur po ta kish parasysh kur anijet gërmuan të thynë ose këputën infrastrukturën kritike, ato kablot e komunikimit e gjithë. Dhe në atë kohë u kryun këto shërbime me dron, me anije, me nëndece që patrullojnë dhe nuk ndodhi më. Këtë tashmë synimi është për krijimin e një atij që quhet mur dronesh. Çfarë do të thotë mur dronesh? Do të thotë që jo mur, nuk është koncepti, është koncepti është me masa. Pra, ti të kesh radaret të fuqishëm, të kesh interceptimin, të kesh identifikimin, të kesh gjithë edhe të kesh edhe para se të vinë tek ty. Para se të vinë. Dhe ky mur dronesh, pra këto masa do të fillojnë nga deti i veriut dhe deri në Disi duket që ne si Shqipëri domethënë jemi out fare. Kur ndodhi kjo me Poloninë, imagjino çfarë mund të bëj këtu. Se edhe Polonia vendi antar i NATO-s. Po, Polonia, shiko, Landi, a di ku çuj defektin më të madh kryeror unë? Se ka 30 milion banor Polonia, nuk është. Defekti më i madh është kjo. Inteligjenca ukrainase janë mjeshtra, me thënë drejtën. Dhe ata që bon, ke parasysh para disa muajsh, para 2-3 muajsh, ata bën ata invazionin me dron të armatosur kundër avionëve strategjik nëpërmjet spionazhit në Rusi. Dhe ata futën arritën ti pozicionojnë dronat atje ku duan dhe godin. Që në atë kohë NATO-ja duhet të kishte ngrit alarmin. Çdo aeroport duhet fillonte një krehje territori herë, sepse këtë metodë nga dulen dronët në Danimark. Nuk erdhën nga kufiri, janë ngrit brenda. Pra këtë stil, këtë modus operandi, e kanë përdorur rusët për t'i tregu këtyre, ose proxyt e rusëve, për t'i tregu këtyre që shikoni ne ja u bëjmë, sepse ata dronet ecin me drita natën, pra për t'u identifikuar, domethënë nëse duam t'ju bëjmë dëm, ju bëjmë. Pra, du ta kishin bo, po megjithatë landi më mirë vonë se sa fare. Okej. Inshallah, nuk mbaron intervista, do të ftoj përsëri unë, do të ftoj. Kismet. Jo, mjet do më japësh fjalën mua se ishte me vërtet shumë interesante. Të falenderoj shumë për këtë bisedë shumë dimensionale, në fakt, shumë dimensionale. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni i sot nga Ora Lançafoku, mirupafshim.